Lufta mes të majtëve dhe të djathëve në Europë dhe në Amerikë, tani në Europë, se në Amerikë u kurorëzua me sukses. Ne të gjë do ikim në Europë, më duket se Europa po bëhet si ne. Unë diku... Po shoh që po shqiptarizohet Europa, jo të europeanizohet Shqipëria. Fitoria e Donald Trumpit e ka rritë... Kemi këtë sukses. Të na bëjnë më të lehtë vajtjen. Po, fiks. Fitoria e Donald Trump e ka amplifikuar, e ka rritur rivalitetin mes të majtëve dhe djathëve në Europë. Ashtu si që tha të majtit shpesher ndikuar dhe nga Sorosi në Europë, po mundohen të majnë atë që kanë arritur, ndërsa të djathit janë në ekspansion dhe në fakt të majtët vazhdojnë të kenë pushtetin në Europë. Ta dominojnë pushtetin në Europë, ndoshta është e dyshimt edhe pushtetin gjyqësor, po e përdorin për t'i thënë ndalë të kësaj të djathit që është në ekspansion. Kuna qonë kjo logjik, do më thënë, kuna qonë drejt një luftë civile në Europë. Se dhe këtu tani po shkollë, jo, nuk shkoj lufta civile, ku nuk u bënë Amerikë, në Europë tjetë sigur. Francesët nuk janë si ne. Francesët janë qikë, Francesët kanë dhënë leksione e revolucionit në botë. Po e menaxhojnë sorosianët me kujdes, gjej, sepse ata janë dhelpra të vjetra dhe për sa kohë do të kontrollojnë bankat, si po ta mendoni që Sorosi të ketë kaq pushtet edhe në Francë, po. Në fakt përplasja sociale thot zhej shumë mirë. Në Francë është modeli i një revolucioni që kalon gjitha fazat dhe me revolucionin më i ezauruar në botë është revolucioni borgjez francez. Që drejtësia është e korruptuar dhe ka dënuar kandidatën për presidente. Po? Është çështje drejtësia ka marran. Pra nuk është më e pandshme. Më shumë është problem drejtësia. Është vënë në shërbim të politikës. Këtu është problemi. Pra drejtësia në Evropë ka filluar të vjetë në funksion në shërbim të politikës. Kemi një lëvizje në Evropë, kemi një lëvizje tektonike të ideologjisë. Unë bëja pranoj një minutë, unë bëja se do flasim, kemi dhe pak minuta. Unë ja pranoj Osmanit, po themi që të bëj pyetje ore pse kemi djathtë në Shqipëri. E në papërgjigje, me në kuptimin që edhe kemi dhe s'kemi, do shas kemi fare. Por, në Francë, kemi. Tjetër që kemi. Oke, në Francë kemi. Atëherë, bajnë Macronin. Macroni, një me, do përdhon, ore, jam bon analist, nuk kemi vetëm jo. Në regu, po, futëm donë, se unë asoj kam profesorin tim bazik. Tani, të gjithë teoritë e ndryshme dhe konspirative, thonë që Macroni është produkti i Rothschildve, apo jo? I bankjerëve të ndej, i financës madhe, ka qenë bankjerë në profesorin e ti, etj. Pra, është i profesusit i të djatës financiare, franceze. Pra, da jo thash bankat, pra, elitat bankarë. Në regu pa, tani, për qatë të djatës po flasim, për të djathën... Po flasim për të djathat sovraniste. Se bankat tani kaluan majtës? Për të djathat sovraniste, po kështu në Evropë kemi një lëvizje tektonike të ideologjisë. Pra, këto të majtat... Në Europë e djatha nuk ka financa, në Amerikë e djatha ka financa. Në Evropë, në vitin para luftës dytë botërore, pra në vitin 1930 kishim të këta të djathat sovranistë që janë sot që bërtisin që duam armatosje dhe luftë, dhe të majtit që thoshin duam paqe. Ndërsa sot kanë ndryshuar vendet, të majtat të qendrës dhe të gjelbërdit janë bërë bashkë me të gjelbërdit, pra një konglomerat të majtës. Ata janë kontrolluesit e kapitalit. Po thonë që duhet bëjmë luftë, ndërsa sovranistët, që janë të djathët, thonë jo, nuk duhet bëjmë luftë, duhet bëjmë paqe. Pra shikoni se kur ka ndryshime, dhe normal që kemi përplasje ideologjike që mund të çojnë nesër edhe në përplasje në luftë civile. Po, mund të çojnë vërtetës, mund të çojnë luftë civile, sepse them janë ca vende të cilat nuk falin nëse shumica krijon bindje që është bërë një padrejtësi në atë që ata kanë më të shenjtë, sistemin e drejtësisë.